Kur profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, i thotë Abu Dharrit, o Abu Dharr, a ti për se zihen këto dy desh? Edhe i thotë, Abu Dharr nuk e di o i dërguari i Allahut. Thotë kurse Allahu subhanahu wa taala e di. Edhe do gjykojnë në tyre dhe në gjykimin do t'i japi hakun çdo njeri prej tyre. O musliman, o vëllezër, kur kafshët do marrin hakun e tyre, çmendim keni për njerëzit, për ata të cilët kanë logjik, për ata të cilët nuk kanë nevojë detyrime, dhe do t'i pyesi ata për çdo hak në këtë botë, në këtë moment kur të shikojnë mosbesimtarët, kur të shohin mosbesimtarët të llogarie për kafshët, dhe në fund Allahu i madhuar të thotë kafshëve, bëhuni pluhur. Atëherë do ndërrojë mosbesimtarët, do thotë, ja lejteni kuntu turaba, do thotë, ahuni mirë, sikur të bëhem dhe siç do bëhen kafshët. Ajo është ditë e rëndë, ajo është ditë madhështore, kush e harron në ditë, ai është i harruar, kush e përkujton në ditë, ai ka shpëtuar veten e tij, edhe kush bën punë të mira, ai në të vërtetë ka për të bërë ato, vetëm duke u nxitur nga besimi në ditë. Prandaj lum për atë që e përkujton në ditë, edhe nxitet për të punuar punë mira, për të dalë pastë përpara Allahut mëdhëruar në ditë, për ta marrë librin e tij me djathtën dhe për të thënë njerëzve ha umqra'u kitabiyya, ja njerëz kush libri im me punë të pastra, dhe Allahu mos ta bëjë për atyre të cilët e marrin librin e tyre me të marrjen e tyre.